Sa të ka dash me investu në automjetin tënë, deri tash, për me pas mundësin me garu në këto nivele, sepse tash këtu, po besoj, bëhet fjallë edhe për garus tjerë që investojnë jashtëzakonisht shumë, për me qenë këto nivele, për me majtë këto nivele. Po flas për këtë veturën që kam tash, Mitsubishin. Në vitin e kaluar e kam ble rreth një 60.000 euro. Po. Mirë, po kushton tani çdo garë, duhet goma, 2-3.000 euro goma, shpenzime për ato, veç dikon rreth një kampionat me çat pozit ku ka qenë kirri. Po. Dikon te 80.000-90.000 euro kushton për shembull një me kompletu kampionat. Po, çaj, me ato që e kom ble. Mirë, po tash jam të rregullu, kom ble pjesë për me bo mbi 800 kuaj. Okej. Makinën dhe tash ka hyrë. Tash ndryshon edhe klasa, besoj apo. Tash klasa, po atëherë kam qenë në klasën e tretë, tash dal në klasën e parë. Në klasën e parë presin gjana edhe më sfiduese tash besoj. Edhe konkurenca edhe. Edhe kirrët thirrën Monster. Tash mundesh me marrë me mend çka ka.